Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për raportin e politikës me oligarkin, me atë që po ndodh në jug të vendit, ku banorët e Trajgjasit u përplasën para pak ditësh me policinë për ujin e pishëm atje që po tentojnë t'ua marrin me forcë. Gjithashtu do të prekim edhe temat e luftës së SPAK-ut kundrejt politikës, se kur do të bie në rrjetën e tij kokat e mëdha të politikës, Edi Rama apo Sali Berisha, si dhe kush do t'jetë peshku i madh pas Erion Veliajt. Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Zoti Islami, ju keni treguar përmes një video se si në Kuç po mundohet, pra sipas jush, Zamir Mane të marr ujin e këtyre banorëve pas atyre të Trajgjasit dhe se kamion me target Kosovës po zbraznin tubat e ujit. Çfarë po ndodh në jug në raportin mes banorëve dhe oligarkëve që përmes politikës po mundohen që të shfrytëzojnë pasuritë e banorëve atje? Në radhë të parë, nëpërmjet emisionit tuaj dhe nëpërmjet kamerës tuaj dhe ekranit tuaj, i bithjerje zonjës Anila Dena, kështu quhet, mos gaboj, Po. që është ministre e bujqësisë, të shkojë në Kuç, të shkojë në të gjithë lumin e Vlorës të bisedoj me banorët atje, sepse atje janë 44 fshatra që nëse atë ujin e Kuçit e merr që në burim e merr Zamir Mania për të furnizuar resortet e tij në palas, dhe nuk është e vërtet as pak ai mashtrimi pa fytyrë, pa cip që bën qoftë Zamir Mania, qoftë ai kryeministri i detyrë Edi Rama. Nuk është e vërtet që thonë do furnizohet ai dhërmiu apo palasa e tjera. Duan vetëm për resortet e Zamir Manes. Mua sot më hoqën rruga në Kuç, sepse vija nga Gjirokastra dhe thash, hajde kaloj këtej për qejf, për kënaqësi për atë rrugë, se është rrugë shumë e mirë. Dhe kur shikoj siç e pat videon, unë nuk ndonja shumë, sepse atje rrezikohesha për arsye se ishin disa burra dhe një 5-6 makina, po që se i keni vënë re në video, të cilët më shikuan me shumë urrejtje dhe e pash që ishin gati domethënë që të agresonin. Dhe ika, e bëra videon, ua dërgova juve, njoftova të tëra fshatra e bajta, ndalova në Bolen, ndalova në Brataj, ndalova në Kallara, në atë në drejt s'u kujtojnë fshatra tani, në Gjornë, dhe ata u llaktarisën se thanë që ne këtë punë kemi quajtur që është mbyllur, sepse çfarë ndodh? Çfarë bën Zamir Mania? Zamir Mania vepron si hajdut. Se në pak po vjedh. Dhe po vjedh ujin e 44 fshatrave të lumit Vlorës. Zotëri janë 44 fshatra që kanë bagtit dhe tokat atje me cilat u shkehen. Dhe në qoftë se Zamir Mania do marrë atë ujë, atje thahet gjithçka. Mirë, po Zamir Mania theu të rinjt në Trajgjas. Kam qenë atje në protestën që kanë bërë banorët e Trajgjasit, edhe në protestën që mbajtën para 3 ditësh, isha po atje, dhe nga që nuk jam mbajti të vazhdonte në Trajgjas, u kthye nga Kuçi. Pse? Sepse në Kuç praktikisht në fshat ka shumë pak qytetarë. Një informacion që mora atje më thanë që vajtjen e atyre atje kishte kundërshtuar kryeplaku i Kuçit, dhe ata sa ishte kryeplaku atje ndaluan punimet dhe u larguan, pastaj kur iku kryeplaku vajten dhe shtrinin prap, transportonin tubat për të vendosur për të marrë ujë. Tubat janë tuba shumë të mëdha, marrin të tërë ujë komplet, atje nuk mbetet një pikë për të pirë një gotë ujë. Pra, i bëj thirrje Anila Denës, është vajzë Kuçi, është vajzë nga lumi Vlorës, të bëj kujdes dhe të marrë makinën dhe të shikoj situatën në vend. Dhe nëse nuk është si them unë, të ndiqem unë penalisht.
Ndryshe, kushdo që vete atje, duhet të vjen hekura. Sepse po bën një krim sa mjedisor, aq ekonomik, aq moral, aq kulturor, aq të tmeshëm sa nuk ka ku shkoj më. Zamirmane se kam thënë dhe nga televizionet e tjera, dhe nga thirrjet tuaja, të shkoj të marrujnë në borsë, ka sa të duash. Ka sa të duash ujnë Lukovë, ka sa të duash ujnë Sasaj. Ka një hidrocentral në Lukovë, sa shpërtheu dhe ajo diga para sa kosh. Ik Zamirmane mos u fut atje, po të them prap, ik se kostën do ta kesh shumë të lartë atje, ata banor janë irrituar jashtë mase, sot do më në telefona dhe në ballë për ballë që kam folur me ta, ishin shumë të irrituar. Prandaj zonja Dena, kryej detyrën tënde si ministre e bujqësisë, që të mos thahet ujtë e atyre fshatrave të 24 fshatrave, dhe ndërkohë kryej dhe detyrën tënde si bashkë nga Kuçi. Kam besim se do ta bësh këtë zonja Dena. Para pak ditësh, banorët e Tragjasit u përplasën me policinë, të cilët kundërshtonin marrjen e ujit të tyre të pishëm, që sipas tyre po kërkon që t'ua marrë oligarku Zamirmane. Si mendoni, si do të përfundoj kjo histori mes banorëve të Tragjasit dhe oligarkëve në këtë rast? Praktikisht ajo histori ka përfunduar që para 3-4 ditësh. Oligarku nuk e merr dot atë ujë. Oligarku ka bërë dhe dokumenta falso dhe projekte falso të pështira dhe vetë e thot atë ka 1800 metra kub litra ujë për sekond. Nuk është e vërtet. Sot më thanë banorët e Tragjasit kishin bërë matje të sakta shkencore dhe nuk ka më tepër se 900 litra ujë për sekond. Po kur në këtë kohë që ka ujra dhe ka shi dhe s'ka thatësirë, ka 900 litra ujë për sekond, e disa do zbresin në behar, në gusht, zbret në 200-250 litra për sekond, që edhe për të pirë nuk u del. Dhe nga ana tjetër, Tragjasi gjysmë e fshatit nuk ka ujë në shtëpi, në një kohë që lumin e ka aty, lumin e izvorit. Pra është një veprim banditesk i Zamirmanes, veprim hajdutësh, veprim imoral, që kërkon, që dhe në Kuç kishe vajtur sot, fsheu razi, sa pan makinën time me që dolla dhe para fotografit, ikën me vrap bile, morën makinat e vogla dhe ikën, kishin një maune me targat Kosovës, aty unë do të dërgoj dhe targat i publikoni. Pra, Zamirmane vepron si hajdut, nuk vepron si biznesmen. Dhe këta hajdut lëkë se Zamirmanes e mbështet policia e Vlorës, e mbështet kryeministri, e mbështesin bashkia e Vlorës, bashkia që i ka shumë borxhe asaj krajine. Nga ana tjetër, do them atë që kam thënë në video. Ta përsëritë njërë këtu në ekranin juaj. Kuqotëve mirë ma bëjt. Se kuqotët po që do thot partia një fjalë, kuqotët japën jetën. Dhe të më marrën dhe ujnë. Se po morën ujnë, nuk kanë marrë jetën me kohë. Prandaj ne janë burra, në kam vetur më burra nga Kuçi, të qohen të vetëm mbrojnë atë dheun e tyre se uji dhe pylli dhe toka është pronë, ajo është atë dheu për ta. Duhet ta mbrojnë. Mos u marrë vina Kosha Zamirmani atë vetë marrë ujtë lumit Vlorës. Zoti Islami, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ky është një projekt që u shërben komunitetit në këtë rast dhe nuk është për interesat të oligarkëve. Ju si e shikoni, është për interesat të oligarkëve apo u shërben vërtet komunitetit të banorëve atje? Mashtruesi, gënjeshtari dhe kusari Edi Rama vazhdon të mashtrojë dhe të gënjejë akoma. Cilit komuniteti shërben me këtallet ai? Me këtallet. Tallet me pjesë tjetër të Shqipërisë që nuk janë nga ajo zonë dhe nuk e njohin realitetin, po me banorët atje nuk tallet dot. Hajdeni të marrim kamerën të bëjmë ndash në Imar, ndash në Dërmi, ndash në Palas, ndash ku të doni ju, dhe shikoni përse duhet ujë dhe përse do Zamirmani ujë. Nuk i shërben komuniteti zotëri, se ne nuk mund të bëjë, do ta marrim në rastin që do i shërbet e komunitetit. Plotësisht dakord, hajde ulemi diskutojmë. Cili komunitet është më i fuqishëm? Komuniteti 44 fshatrave të lumit të Vlorës
që kanë bazë jetike, apo komuniteti bie fjala i palasës që kanë mbetur apo s'kanë mbetur 10 shtëpi. Jo zotërisht, është mashtrues si Edi Rama që e bën këtë punë. Turp të vi Edi Rama që bën të tillë pislok. Turp të kesh. Po leqë të kush e humbi turpin ta gjështi. Zot Islami, çfarë ju bën të mendoni se pas këtij fshihet Zamirmane dhe nuk është vërtet një projekt i shtetit? Projektet e shtetit zotëri studiohen për një kohë të gjatë, i shkojnë publikut për dëgjes, i shkojnë që të bëjnë studime dhe miratime dhe korrigjime dhe ankesa dhe nuk e di unë se çfarë sipas interesave të tyre, dhe ka vullin e shtetit. Në Stragjas asë kush ka batur asnjë dokument me vull shteti, asnjë studim shtetëror, asnjë studim nga strukturat që ka shteti shqiptar për ujërat edhe për këto. Thjesht mos vjedhje shqip, po jemi ne thot në pushtet, sot Edi Rama dhe do bëjmë si duam neve thot. Do bëj si edhe këtë muaj. Do bëj si do vet. Por ja them dhe ai e di mirë që zgjedhje nuk do bëhen dhe prandaj talle dhe thot tani po arrita ta kap dhe këtë mirë, po se para s'ka problem, do iki. Se Zamir ai Edi Rama do iki në Amerikë. Dhe prandaj thot nuk do kandidoj. Nuk do kandidoj vërtet. Po ua thot kështu but njerëzve që të mos çorrentohen e mos çoronditen antarët e partisë tia. Tasaj parti kriminale rrugaçësh. Do ndalojmë edhe tek deklarata e kryeministrit Edi Rama pak më vonë. Por së pari të shikojmë atë që ndodhi ditën e sotme në gjykatën e apelit ku u shty procesi ndaj Erion Veliajt për të vendosur ditën e nesërme. Si mendoni për çfarë arsye e ka shtyr apeli për të vendosur ditën e nesërme, nëse do t'i heq masën e arrestit me burg apo do ta lërë në fuqi vendimin e shkallës parë? Në optikën tuaj si avokat, çfarë mendoni se do të ndodhë ditën e nesërme? Nëse keni djeni, Erion Velia ka sjell një avokat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjykata nuk e lejoi avokatin e huaj të hyjë në sallë. Dhe ka bërë shumë mirë. Dhe jo vetëm atë, por në bazë të burimeve të mia, asnjë gjykat i huaj nuk do vi të hyjë në sallat e gjykatave shqiptare për të mbrojtur kriminalët dhe hajdutët. Ku i gjeti parat e Erion Velia që sjell avokatin nga Amerika? Se minimumi që të vijë ndej këtu edhe të paguhet pastaj si avokat, minimumi ai do $500,000. Ku i gjeti Erion Velia? Pra, ta di Erion Velia dhe edhe i vllai i tij që do bëj nesër të bëj shoqëri, edhe jema e tij që do bëj të bëj shoqëri, edhe Edi Rama, edhe Belinda Balluku, edhe ai Taulant Balla, nuk do t'u lejohen ta din, u a themun me përgjegjësi nga të dhënat që kam unë dhe nga informacionet që kam unë, nuk do lejohet asnjë avokat i huaj të marrë pjesë në gjykata shqiptare. Këtë ta di. Për një arsye fare të thjeshtë, fare procedurale, nuk kanë licencë ushtrimi profesionin në Shqipëri, zotëri. Ai në Amerikë mund të jetë gjithçka, por në Shqipëri nuk mund të funksionojë si avokat. Unë për shembull gjuhën greke e di perfekt. Dhe mund të mbrojë cilindoj qytetar shqiptar në Greqi që ka probleme. Mirë, por nuk më lejohet sepse s'kam licencë greke, zotëri. Prandaj ai Erion Velia të mos mundohet të sjell avokat tjetër, se nuk do lejohet dhe avokati tjetër. Dhe cili do avokat që të vi, dhe jo vetëm Erion Velia, po cili do që do vej në atë sallë, nuk do lejohet të ketë avokat të huaj. Dhe pikërisht për këtë është shtyr seanca. Nuk është shtyr për ato që thot një kolegu im që për etik nuk po jap përmend emrin, që thot jo procedurat, jo nuk janë studiuar asnjë gjë s'ka në ato. Kanë marrë urdhër të mos lejohet asnjë gjyqtar, ashtu avokat i huaj në gjykata shqiptare. Ka mbaruar kjo punë. Sa gjasa ka që avokati amerikan përmes studios të ligjore të ndikoj që Erion Velia të dal nga burgu? Zero. Nuk mundet. Nuk ndodh. Po ditën e nesërme, si mendoni se do t'jetë vendimi i apelit kundrejt Erion Veliajt? Do vetë në burg. Përgjigja është e thjeshtë.
Nuk del më Erion Velia. Nuk del më Ilir Meta. Do vejti bëj shoqëri Sali Berisha, do vejti bëj shoqëri Edi Rama, po masi t'jap njërë llogari në Amerikë për me Gonigallin. Në një deklaratë fundit politike, kryeministri Edi Rama deklaroi krejt papritur dhe u duk disi friksuar teksa theksoi se zgjedhjet e 11 majit po bëhen në një periudhë të ndryshimeve të mëdha politike në botë. Çfarë po kërkon kryeministri Edi Rama të paralajmërojë në këtë rast me këtë lloj deklarate? Zotëri, ka kohë që publiku shqiptar, elektorati shqiptar, është njoftuar zyrtarisht që nuk do bëhen zgjedhjet e 11 majit. Është njoftuar zyrtarisht që nuk do ketë zgjedhje me këto parti politike për DPS barës Partia e Punës Shqipërisë. Prandaj Edi Rama i përgatit njerëzit avash, i vjen rreth që të mos u shpërthej bombën në dorë. Por Edi Rama e di shumë mirë këtë që them unë. Dhe po është burr të dalë ta kundërshtoj, të dalë të thotë s'është kështu. Si ai japun faktet pastaj. Të dalë debatoj. Siç debatoj dikur me atë tek pullën e Sorosit, që dolli ai 3 mat dhe na bëri debat të jashtëzakonshëm me Edi Rama, dhe Edi Rama u tregu aq zemërgjëre, aq i butë, aq demokrat, aq tolerant, sa priti Adriatik Lapaj të bënte debat me të, që janë këto teatra që bënej. Po i vajtën, i shkuan ato teatër deri tani. Po ka ardhur ajo thika aty ku s'mban më. Nuk do bëhen zgjedhje, nuk do ketë ashtu vazhdim të kësaj qeveri ose të qeverisë tjetër, do bëhet qeveri teknike, e cila do përgatisë vendin për zgjedhje, mbas 3 muajsh, do ndryshoj kushtetutën, do zgjidhen deputet dhe senator, dhe do ndryshoj ajo sistemi politik parlamentare do bëhet republik presidenciale, me 80 deputet dhe 41 senator. E din zotrit gjithë politikanë dhe gazetarët e din, asnjë nuk flet. Nuk flet se nuk guxojnë të flasë, se nuk u amban, sepse ja kanë shitur shpirti i shejtanit. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama deklaroi se ka shumë gjasa që ai mund të mos jetë në listat e kandidatëve për deputet në Partinë Socialiste që do të garojë në zgjedhjet e 11 majit, siç tashmë jemi mësuar zyrtarisht. Si mendoni, pse kryeministri Edi Rama e ka lënë të hapur një gjë të tillë për mos qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë? Çfarë po paralajmëron në këtë rast dhe nga se ka frikë? Edi Rama aty ka thënë një të vërtetë, por nuk e ka kompletuar, nuk e ka thënë të plot. Është e vërtetë që nuk do kandidoj. Edhe unë po e them, nga informacionet që kam unë, dhe nga burimet e mia të informacionet që më vinë mua, postoj se për ditë, ka 5-6 muaj që më vinë informacionet lumë, Edi Rama nuk do kandidoj, sepse nuk do të mundet të kandidoj, dhe sepse e para punës njerë që e thash, që fillim mos e përsërisim. Ai e di që nuk do bëhen zgjedhje. E di se i ka vajtur letra në tavolinë. I ka vajtur informacioni në tavolinë, për të mos se i ka vajtur urdhri, po them informacioni. Pra, ai nuk do kandidoj sepse nuk mund të kandidoj, sepse nuk do bëhet zgjedhje, dhe njerëzve të tij u thot mund të mos kandidoj, nuk do kandidoj me jo. Jenë të qartë të gjithë socialistët. Madje edhe këta që kam unë njitur me zyrën, kanë hapur një zyrë aty të PS-s që e përdorin për fushat elektorale, i shoh që janë fare akull në punën e tyre, sepse tërë din. Por presën çfarë do ndodh. Të mos trëmben, shqiptarët e ndeshëm, shqiptarët e mirë, shqiptarët patriot, të mos trëmben fare, por të nisen, të shkojnë, të kontaktojnë tek Partia Shpresa Demokrate dhe të kontaktojnë me kryetarin e partisë dhe të krijojnë të bëjnë djem dhe vajza të reja të papërlyer me pislëqet e Partisë Punës Shqipërisë baras PD plus PS, edhe këto parti çkat e tjera, dhe të vënë se duam të krijohet qeveria teknike me njerëz të papërlyer.
Qeveria teknike mbas 3 muajsh do përgatisi vendin për zgjedhje. Pastaj do bëhet zgjedhjet, secili do kandidojë në vendin ku jeton, në qytetin apo fshatin ku jeton. Nuk do ketë më ai Shkodrani i vetë kandidoi në Sarandë, siç i kanë bërë deri më sot banditët e të dy partive. Zoti Islami, në debatet televizive gjatë mbrëmjeve ka zëra të fortë që thonë se në zyrën e kryeministit Edi Rama kanë shkuar agent të FBI-s, nisur nga afera ku ai dyshohet si i përfshirë sa i përket asaj të aferës korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Ju si mendoni, a ndodhet Edi Rama përballë kësaj frike të madhe që mund të goditet nga administrata amerikane sa i përket kësaj afere korruptive? Padyshim. Dhe do goditet. Sepse Amerika tashmë e di kush është Edi Rama. Por do t'ju them juve dhe teleshikuesve tuaj. Shiko, Amerika i bën punët të qeta, pa zhurmë, pa bujë dhe i çon gjërat atje ku duhet. Sepse nëse do mirë për shembull të arrestonte kryeministrin që është gati për të arrestuar, atëherë do krijoheshin rrëmuja. Të dy partitë e mëdha do krijonin rrëmuja, sepse e dinë se ç'i pret dhe thonë po të vdesim duke luftuar. Prandaj Amerika nuk i lë as të kundërshtojnë, as të reagojnë, po të binden si djem të mirë, të zbatojnë ato urdhra që u jepen, të bëjnë ato detyra që u jepen në interes të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar dhe të mos lëviz asnjë flokun në Shqipëri. Kjo është politika amerikane dhe kështu do bëhet. Zoti Islami, ish kryeministri Sali Berisha ka ngritur koalicionin e tij, të cilin e ka quajtur Shqipëria Madhështore. Koalicioni tradhtis, koalicioni turpit dhe i tradhtis, po ta them prap. Dhe ta din shqiptarët. Dhe po prap e them, Sali Berisha të vi turp për këto që bën, që tallesh me demokratët. Po të kanë mbështetur, kanë 40 vjet, 30 sa vjet mor që të mbështetin, nuk të mbështesin ty që të sjellin Belerin ti në parlament. Nuk të mbështetin ty që presupozohet që je i djathtë dhe vete vë Ilir Metën në listat e mbyllura. Nuk të mbështeten ty që ti mbyllësh listat dhe të mbash klikën tënde të betuar, sepse jeni të lidhur me njëri tjetrin, jeni të lidhur me komprometim, jeni të komprometuar, prandaj të vinë mbrapa ata, zoti Sali, se nuk të vinë mbrapa se të duan për të bukur, jo. I ke komprometuar, kanë detyrime karshiteje, dhe ata do të vinë ty, dhe kur të rëzoheni, ta dish, do përmyseni të gjithë bashkë, dhe ata dhe këtë gjë dinë. Kështu që Sali Berisha, zotëri, ka bërë krimin e radhës, kur nxjerr ca fytyra atje që të vjen dot ti shikosh, për t'i futur në listat e mbyllura, të garantuara në vende të sigurta, domethënë se shpreson ai, por prapë po them, edhe Sali Berisha tallet në mënyrë më vulgare me ta, më të hapur, tallet më shqip. Pse tallet? Po e dia që nuk do bëjnë lista, dhe u bën qefi këtyre. Çka ti do hajtë se të bëhet ty? Mori dhe atë Klapaj, mori dhe atë Belerin, mori dhe gjithë ata që mori. U bën qefi, po nuk mund t'i bëj deputet se s'do bëhet zgjedhje, ka që thjesht është. Berisha shpreson që mund të rikthehet në pushtet në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sa gjasa ka që Berisha të rikthehet në pushtet në atë që shpesh e quan në rikthimin e tij të tretë? Gjasat për të kthyer Sali Berisha në pushtet janë zero. Zero. Dhe Sali u e di. Edhe njerëzit politikanë që janë të mençur me më në kokë, afër që e di. Demokratët e vërtet, të mirëfill, të ndjathët, nuk ja falin Sali Berisha, dhe që nuk ndihet tani. Por ata nuk ja falin që i bën kurban për Ilir Metën dhe për Fred Belerin dhe për Vangel Dulen, e për atë Shpëtimi Drizin, e për Adriatik Lapajn, e për atë Qorin si e ka ai, apo për Kujtim Gjuzin, për atë tjetrin, Dashqehin, jo. Asnjëri nga ata nuk do vej pushtet. Asnjëri nga ata nuk do bëhet deputet, sepse
vetë demokratët e shikojnë që Saliu i ka të ratuar. Djemtë dhe vajzat dhe gratë e shkëlqyra që kanë sakrifikuar për Sali Berishën dhe për Partinë Demokratike 30 vjet, ai nxori në rrugë, ai bën të njëjtin gjë që bënte Enver Hoxha, që vazhdimisht preskonte partinë me njerëzëri dhe të vjetrit i zhdukte. Këtë ka bërë Sali Berisha. Këtë bëri dhe Edi Rama me çfarë sot në shtyp. Këtë bën. Për jashtë të vjetrit që të rinj që komandon kollaj dhe të rinj të vënë o burra, marrën lugën në presje dhe o burra të vëmin të ham. Pra, unë them të ty palëve, të gjithë populli shqiptar që shpreson se do votojnë, nuk do votojnë, të jenë të sigur për të punë, ne nuk bëjmë propagandë, ne nuk tallemi, ne flasim shumë seriozisht, dhe me dhimbje të madhe për këtë situatë që e ka ta disën gangsterët komunistë këtë vend, që komandojnë bandit të tillë si Zamir Mania edhe tjerë, dhe shqiptarëve u ka ardhur ora që të çlirohen nga vargojt e skllavërisë komuniste. Dhe do të çlirohen, ka mbaruar kjo punë. Kjo ka marrë formë të prerë. Punë ditësh, as muaj nuk do bushet tamam. Dhe do të shikoni zoti gazetar që këto që të mundësoni do bëjnë realitet. Edhe Edi Rama nuk do kandidoj, dhe ka shumë mundësi që, duke qenë se nuk do bëjnë zgjedhjet, të iki, të vej atje ku e kanë kërkuar t'jap llogari për me Gonigallin, që quajnë atë, se sa fal Amerika ti korruptosh ti numrin 2 të FBI-s. Këta e budallë që besojnë këto gjëra. Nuk ta falur zotëri Amerika. Dhe do përgjigjet Edi Rama 1-1. Zoti Islami, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përfshirë në koalicionin e tij edhe 2 parti antagoniste siç janë ato të PBD-njës dhe PD-jus, përkatësisht të Vangjel Dules dhe Shpëtimi Drizit. Teksa ky i fundit ka theksuar se po vijon ende negociatat me Berishën pasi ka dalë hapur kundër Vangjel Dules lidhur sa i përket kandidaturës së Belerit, pra figurës së Belerit më saktë, por nga ana tjetër edhe çështjes së shqiptarëve të Çamërisë. Si mendoni, pse Berisha e ka përfshirë këto 2 parti brenda në koalicion dhe sa gjasa ka që ky koalicion të përçahet nisur nga përplasja historike që këto 2 parti kanë pasur me njëra tjetrën? Unë do dëshiroja që të kishin pasur vërtet përplasje, po sa i përket Shpëtimit Drizit nuk dua t'ja zemrin gojë sepse është të thari që është çame. Ndërsa Vangjel Dula në punën e tij, në mbrojtjen e tij, në kombin e tij, në partinë e tij është i vendosur, është në rregull ai. Ai mbron atë që ka, ndërsa Shpëtimi Drizi ka tratuar çamët. Por duhet të them këtë gjë. Fakti që në koalicionin që ka ngritur Sali Berisha figurojnë dhe Shpëtimi Drizi dhe Vangjel Dula, gjithë ky koalicion është një sport karavidesh. Është tamam një sport karavidesh. Asnjë vlerë nuk ka, asnjë rëndësi nuk ka, asnjë pasojë nuk do ketë në politikën shqiptare, të jenë të sigurt të tërë. Këta të tërë do venë në burg zotëri, tërë ka politikanë që kanë vjedhur. Ore shpreh kostumi i tyre. Kështu. Si e shpjegoni deklaratën e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha se kur të vinë në pushtet do të zgjidh një herë mirë çështjen e detit me Greqinë? Sali Berisha si bëhet presion nga grekët që ta dini. Sepse Sali Berisha ka marrë parat nga grekët, është rekrutuar. Dhe është i detyruar që të kërcejë çiftetelin grek Sali Berisha. Por bën dasëm me mendjen e tij, sepse Shqipërinë se ka Sali Berisha në dorë, dhe Shqipëria nuk bie më në thonjtë e Sali Berishës, ka mbaruar ajo punë. Nuk bie më në thonjtë në kthetrat e Sali Berishës dhe të mavis greke. Kështu që ai u bë qefin grekëve, dhe grekët e dinë që ai nuk bie në pushtet, dhe grekët e dinë që nuk do bëjnë zgjedhje, po ta them unë. Po të kontaktoni me gazetar grek, do t'u thonë në Shqipëri s'ka zgjedhje, dhe sepse dinë politikën botërore dhe politikën geopolitikën. E din mirë se çfarë ndodh dhe çfarë do ndodh dhe si do ndodh. Kështu që Sali Berisha nuk e di,
duhet të ketë kaluar në delir që thotë kur të vijë për herë të tretë pushtet. O zotëri, nuk do vi më zero mundësi për të kthyer në pushtet Sali Berisha. Nuk vjen më. Vetëm po të ngrit i madh nga varri do vi Sali Berisha në pushtet. Ai shpreson që mund ta rikthej Donald Trumpi. Pas ka miqësime dorë, po këta, po ai arrin deri aty sa gënjen në mënyrë më të paskrupullshme dhe partije në një intervistë tjetër i thash mos gënjej, thash Sali Berisha. Mos i gënjej qytetarët shqiptar, mos i gënjej demokratët. Cili Trump do ta sill Sali Berisha? Pa më thuaj dhe për çfarë syje. Sepse Sali Berisha është shpallur non grata në Amerikë bashkë me ca të tjerë. Si do vej në Amerikë? Me çfarë statusi, me çfarë çdo përfaqësoj? Jo më zotëri, jo. Nuk vjen më në pushtet Sali Berisha, ta harroj atë punë. Ta harroj. Ai beson se përmes këshilltarit të tij për fushatën elektorale Kris Lasivita mund të rikthehet në pushtet dhe duke qenë se Donald Trump po kërkon partitë konservatore në Europë që të vinë në pushtet ashtu siç erdhi dhe ai vet. A mendoni se përmes kësaj lëvizje Berisha mund të rikthehet sërish në pushtet? Edhe njëherë ky Lasivita çfarë është atë juve? Këshilltari kujt? Është këshilltar konsulent për çështjet elektorale i kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Për Sali Berisha mund bjerë 100 Lasivita ai. Por në Amerikë nuk e njeh njëri Lasivitën. Nuk e njeh njëri as në fshatin më të humur në Kaliforni, ku tiet në Amazon. Jo zotëri, kush e llogarit Lasivitën, pse gënjen kështu ai? Po prandaj thash mos i gënjej njerëzit mund. Pra po ja them dhe tani. Ore, ka karakter ky njeri, mos i gënjej njerëzit se nuk është kështu. Lasivita nuk është asnjë gjë përveç se një tregtar ose një lobist që bën fushat elektorale për atje ku e paguaj. Këtu në Shqipëri ai ka ardhur me $2 milion pagesë. Ku i gjeti Sali Berisha që e pagoi me $2 milion? Dhe ndërsa emrin e Trumpit mos e zëngoj fare se s'ka lidhje me këtë Trumpi. Edhe ditë për ditë po del në shtyp, me shikojeni që non grata nuk hiqet. Të rikthehemi sërish te kryeministri Edi Rama, i cili ka theksuar se që kur ka ardhur në pushtet ka dalë në restorante vetëm 30 herë dhe se fluturimet e luksit me avion privat që është akuzuar shpeshherë janë thjesht broçkulla. Ju si e komentoni deklaratë të tillë? Shiko, se Edi Rama në këtë rast i ka dhe gurin dhe arrën në dorë. Që do të thotë, Edi Rama mund dalë 30 herë në 3 herë, 30 herë, 15 herë në muaj, 2 herë, domethënë një ditë po, një ditë jo mund dalë jashtë shtetit, me çfarë të doj, dhe dokumentacionin e fshehin ata që regjistrojnë hyrje daljet. Ne nuk e dim se kur ikën dhe kur vjen Edi Rama. Nuk e dim ku i gjen lekët për gjithë këto shpenzime të jashtëzakonshme dhe në fundit për çfarë arsye del jashtë. Cili është interesi i shtetit shqiptar që kryeministri i tij të dalë 10 herë në muaj jashtë shtetit, apo të dalë 50 herë në vit jashtë shtetit? Ku vete? Ku vete dhe përse vete? Cila është agenda? Dhe të na thotë, vajta në Evropë bëra këtë bisedë, vajta në Kenë bëra këtë bisedë, asnjë më. Thjesht del merr një kameraman me vete, na këta që vjen kështu, i lëpihen atje në aeroplane që na i tregojnë kur janë në aeroplan brenda, dhe asnjë gjë nuk na ka thënë se ku vete dhe përse vete. Ai është një koqiri i vendit, ai është administratori kryesor i shtetit, dhe ai për çdo gjë, për çdo shpenzim dhe për çdo lëvizje që bën, qoftë politike, qoftë ekonomike, duhet të jap llogari dhe duhet të jap shpjegime popullit shqiptar nëpërmjet mediave. Asnjëherë se ka bërë këtë. Dhe tani s'ka për ta bërë se do të qërohet, po domethënë nuk ka për ta bërë. A nuk do duhet jap llogari përpara drejtësisë për shpenzime të tilla, teksa edhe Arben Ahmeta i tha që
Edi Rama ka konsumuar një verë që shkonte deri në 33.000 euro. Padyshim që duhet t'japi llogari, po kush e kërkoi llogari? S'ka kush e kërkoi llogari. Në pozicionin që është ai të kryeministrit tani, ai nuk mund t'jap llogari dhe nuk mund të arrestohet. Por nga informacionet që kemi, nga që më vjen mua bëjnë të dhëna, nga burimet e mia, di që në zyrën e tij kanë shkuar oficerë të BK-s dhe i kanë kërkuar të shpjegoj çështje të ndryshme që ata i kanë në agjendën e tyre. Nuk e di se sa e vërtet është, se di, por di që diçka lëviz. Si mendoni, kush do jetë peshku i madh i radhës që s'pak mund të godas pas Erion Veliajt? Ballukja me ta ulan ballën, që them unë. Ata atyre mirë radhën. Do arrestohen dhe deputet. Ku e bazoni gjë të tillë? Urdhë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Ka burimet e mia, ato mund t'i them burimet. A mendoni se Partia Socialiste me këto goditje mund të përçarë dhe mund të përfundojë më keq se Partia Demokratike? Dëgjoj, praktikisht e përçarë është, sepse aty ka një luftë të tmerrshme të lobeve midis njëri tjetrit në Partinë Socialiste. Dhe do ta shikoni sa të marrën vesh të publikohet që nuk do kenë zgjedhje, edhe sa po të marrën vesh që të shikojnë që ai Edi Rama do vej përpara drejtësisë, do të shikosh si do bëhen. Si mendoni, kush mund të jenë figurat kryesore që mund të luftojnë për kreun e Partisë Socialiste? Ata cilin do që të zgjedhësh nga ata janë të tërë një lloj, ata janë tërë të korruptuar, të tërë një lloj si kryetari i tyre. Sepse po të mos ishin një lloj si kryetari i tyre, nuk do ishin në atë parti. Kështu që cilin do që të vënë ata një lloj është. Por ditem atë që dua të përsëris edhe një herë atë që thashëm përpara, që ata nuk do shkojnë në zgjedhje dhe nuk do të mund të bëjnë dot zgjedhje. Do ketë vetëm arrestime e zgjedhje. Misionari amerikan Pullum Pilinçi, të cilit ju i referoni shpesh herë, deklaroi disa ditë më parë se do të arrestohen analistë dhe gazetarë. Si mendoni, deri këtu do shkoj spaku sa i përket goditjeve të tij? Shiko, unë di një gjë që zoti Pilinçi kur bën një deklarim e argumenton dhe vërteton në bazë të fakteve dhe të dhënave që ka ai. Tani, të dhëna që disponon ai dhe faktet që disponon ai, unë nuk e kam në dorë, di vetë profesor Pilinçi, po unë kam besim në ato që thotë, sepse ato që ka thënë deri tani janë bërë 1/1. Dhe ato që ka thënë deri tani do bën 1/1. Dhe ato që janë duke u bërë sipër. Më 8 mars, kryeministri Edi Rama deklaroi se kush ha pas shpine kolegun do të shkojë atje ku e meriton. Vetë Edi Rama kë ka ngrënë pas shpinët deri tani dhe kë pritet që të hajë në befasi? Ai të tërë ata që janë burg ka ngrënë pas shpine. Kjo është një pyetje retorike, zoti gazetar. Ai mbas shpine ka ngrënë të tërë ata, i ka përkthyer me dorë në supë, nga një rande nga ana tjetër pasaj di vetaj se çu ka bërë. Kush mund të jetë personi i radhës që Edi Rama mund godas në këtë rast? Nuk i di mirë, të them drejtën, nuk e njoh mirë luftën e klaneve atje, sepse nuk kam të dhëna prej klanit, prej asaj lukunie uqërishe dhe hienas që drejtojnë atë parti. Të dy partit, jo ata. Kështu që ajo që di me siguri është që këto të dy parti do dalin në pension këtë vit, këtë pranverë do dalin në pension dhe Shqipëria do të çlirohet një herë mirë prej tyre. Këtë e di. Duke u referuar figurës së Sali Berishës, a mendoni se ai është krejt ndryshe nga ai që ishte pas viteve 90 apo ka mbetur po ajo xhaketë vjetër e politikës? Eksakt, ka zbatuar ato detyra që ka marrë nga Beogradi, nga Athina, nga Moska, i ka zbatuar 1/1 dhe ka goditur ka dhe goditje vdekje prurëse të djathtës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Partia Demokratike është katandisur në këtë drejtim vetëm për Sali Berishës.
Kështu që ai ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, morale, penale, shoqërore, është, do të thënë, nuk e vlen fare Barra Qaran që të diskutojmë më për të, sepse për mua është figurë e mbaruar, është figurë e djegur. A do mundet Berisha që me gjithë këtë koalicion që ka krijuar t'i fitoj zgjedhjet e 11 majit në rast se ato do të zhvillohen, apo e ka një garë krejt të humbur nisur edhe nga emrat që ka përfshirë në koalicion? Do marrëm 1 për miliard që do bën zgjedhjet. Nuk e votojnë as një Sali Berishin me atë koalicion që ka, shkon kot, shpreson kot. Por duke ditur që nuk do bën zgjedhjet, ai e di mirë që nuk do bën. Po ta them e di mirë dhe e di sepse i shtrën zyrtarisht. Ai e di. Tjetër gjë që nuk u thot varësve të tij dhe kolegëve ata me të cilët punon. Po e di që nuk do bën zgjedhje. Kështu që cili do koalicion që të ngrër ai e ka të humbur davan. Ndërkohë ka zëra që SPAK mund të godas djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, shkëlzem Berishën, sa i përket aferave të Gërdecit, por edhe të tjera. Ju si mendoni, sa gjasa ka që SPAK të bëjë një lëvizje të tillë? Nisur nga kush e krijoi SPAK-un dhe kush e paguan SPAK-un dhe kush e drejton SPAK-un, kam besim absolut që do të shkojë gjërave deri në fund. Qoftë që të ketë afera korruptive i biri Sali Berishës, qoftë që të mos ketë. Po të mos ketë, do dali pa fajshëm, do ta lënë punësi. Po të ketë, do vej në burg. E thjeshtë është fare. Por të dhënat i din ata. Dhe ajo që më bën përshtypje se vetë SPAK-u ka pasur rrjedhje informacioni disa herë, gjë që nuk është as pak normale dhe ata do përgjigjen ata që kanë nxjerrë informacionet, sepse informacionet e SPAK-ut nuk janë loj fëmijësh apo biseda kinemash. Informacionet e SPAK-ut janë që kanë të bëjnë me politikën, me ekonominë, me jetë njerëzish, me shumë probleme kapitale që ka sot vendi ynë. Pra, nuk do ketë më mendime edhe shprehje mendime të analistëve që dalin për studiot natë për natë këta të famshmit analistë që vetëm ata din të bëjnë analiza, vetëm ata din të japin opinione, vetëm ata s'janë gjë tjetër veç se përpunues të opinionit publik, mashtrues klasik. Dhe unë atyre nuk besoj kur. Dhe që ta dini zoti gazetar, unë shikoj vetëm portalet tuaja, të gjitha portalet, sepse aty gjën të vërtetën. Ndërsa televizionet shqiptare asnjë nuk shoh, asnjëherë. Kam vite. A mendoni se SPAK duhet të hetojë ngjarjet e vitit 1997, veçanërisht firmat piramidale për cilat Sali Berisha ka deklaruar që ka bërë një gabim të madh, por më pas edhe tragjedinë e Gërdecit dhe 21 janarin? Nga informacionet e mia di që SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit i ka filluar hetimet në Shqipëri që nga viti 1991 e këtej. Pa përgjithësi për të gjithë politikanët dhe deputetët. Dhe gjërave po u shkohet deri në fund. Njerëzve u ka humbur durimi, thonë po kur. Edhe njerë po e përsëris që gjërat do bëhen në kohën e dur, me siguri do i hapa të sigurt pak thim brapa, do përgjigjen të tërë për çfarë kanë kryer, çfarë kanë bërë gjatë këtyre 32 vjetëve, do të merren parat se ua kanë gjetur parat, ua din parat. Parat i kanë me metrokubata, i kanë me kamione. Këto që kanë këtu në Shqipëri, që kanë pasuria shtetit depozituar në Zvicër, ku ka depozituar, ato janë sekuestruar, u bllokuar dhe nuk i marrin dot më. Pra, gjërave dhe hetimeve do të shkohet deri në fund. Në të tëra aspektet, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë tradhtit kombëtare që janë bërë për shitjen e detit edhe më thash. Zoti Islami ka shumë element të politikës të cilët janë tërhequr nga listat e kandidatëve për deputet, pra që mund të garonin në zgjedhjet e përgjithshme. A tregon kjo se do të ketë një sër elementësh të cilët mund goditen nga SPAK-u
ose që tani po kërkojnë që t'i shpëtojnë një goditje të mundshme pikërisht nga sistemi i drejtësisë? Ka dy anë kjo medalje. Njëra anës që këta janë tërhequr për shkak të listave të mbyllura që bëjnë kapot të dy kapobandat Salihu me Edi Ramën, dhe nga që nuk i ka vënë në listat e mbyllura janë larguar fare. Ana tjetër është që duke ditur që kanë gjunahe për të larë dhe llogari për të larë, të riqen të mos shkojnë në pushtet, mos marrin pushtet. Janë që të dy janë fakti, sepse në të dy rastet ka njerëz dhe ka politikanë që janë të inkriminuar, qoftë në veprimtari kriminale, qoftë në veprimtari korruptive. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.